profeti sallallahu alajhi wasallam kthye me nxitim të madh në Mekë. Imagjino me çfarë nxitimi është kthyer dhe kishte ikur dhe ngjyra e fytyrës. Atëherë i pari person që ballafaqohet, dhe kjo është pjesë e kaderit Zotit, ishte pikërisht Hatixha, bashortja e tij, e cila kishte qenë duke e kërkuar atë. Edhe i tha, kam frikë, tha se më ka ndodhur diçka, dhe ja tregoi historinë çfarë kishte ndodhur në shpellë. Ky është momenti mjaft delikat, po ky tregon realisht kush ka qenë Hatixha. Kur dëgjoi këtë histori, tha mos u trem, mos u frikso se Zoti ty nuk të bën keq. Pasi profeti sallallahu alajhi wasallam kishte frikë se po i ndodhte një e keqe. Ai kur dëgjoi këtë dhe kur e dinte se kush është bashorti i saj, dhe kjo është elementi i rëndësishëm, kishte pasur mjaftueshmëri kohë ajo për të njohur vlerën dhe metalet fisnike të bashortit të saj. Tani jo çdo mashkull po themi traumat e veta ja tregon bashortes së vet, sidomos trauma që duken të çuditshme, që dikush mund të thotë tash me det që na gjet me histori apo merr më shtrëngoj dikush, pra janë po themi momente që vetë profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ishte i qartë. Duket që Hatixha ka qenë një derë e hapur, një derë e sigurt për profetin sallallahu alajhi wasallam, dhe ndoshta me siguri më e sigurta dhe ku ai gjente qetësi, që tregon këtu një veti dhe një cilësi të lartë. Po shumë saktë, sepse Hatixha gjithmonë ka qenë një strehë e sigurt, por edhe marrëdhëniet bashkëtorë kanë qenë aq të çiltra, aq të hapura, saqë ata i tregonin njëri tjetrit pikërisht edhe këto momente që mund dukeshin ndoshta edhe momente dobësie. Por këtu është, po themi, zgjuarësia intuita e Hatixhës dhe ajo shpirti i pasur që kishte, i tha ti mos u trem, mos u frikso se Zoti ty nuk të bën keq. Pra, ai i besonte Zotit, Zoti ty nuk ka për të bërë keq, nuk ka për të ndodhur ty gjë e keqe, dhe i nxorrin pa disa cilësi, që dietarët bazohen te këto cilësi për të treguar se kush ka qenë realisht profeti sallallahu alaihi wasallam në Mekë përpara se të bëhej profet, dhe për të treguar se kur njerëzit kanë cilësi dhe vlera të mëdha, atyre Zoti do t'i ruaj me një formë e me një tjetër. Tha ti je ai që ndihmon jetimin, ti je ai që jep të varfrit dhe fukaraj, ti je ai që pret mikun, ti je ai që nuk pret që dikush kërkojë ndihmë dhe më njëherë vrapon ta ndihmosh, ti je ai që s'kthen mbrapsht borxhliun. Kto janë vlera, kto janë cilësi, janë të rralla dhe janë shumë fisnike dhe janë kaq të thella saqë Zoti nuk i bën dëm, në thonjza i ruan dhe asnjëherë nuk i braktis njerëz të tillë. Pra kjo është ngushëllimi i parë që i bëhet profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është, po themi, nuhatja dhe intuita e parë e Hatixhës që kupton që kjo ngjarje nuk është ngjarje normale. Bashortit e saj jo thjesht nuk po i ndodh një gjë e keqe, por ajo shikon që këtu është një diçka e madhe që po ndodh jo thjesht për ata dy, po ndodh për gjithë njerëzimin.